Si zakonisht e klubi futbollit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar se ishte edhe ky radhë Shkodra Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me trajnerin e minjor Rudi Piranici, i cili përfaqëson klubin Shkodra me disa ekipe. Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm, i bukur. Edhe ja vlen që me marrë pjesë të turne sepse është ndryshe nga një kampionat i gjatë, ndryshe nga një seancë vjetore, por ky turne i lidh më shumë ekipet edhe në Shkodër edhe në rreth të tjera dhe si kombëtare dhe internacionale. Na kena kanë pjesëmarrës me 3 ekipe, U9, U13 dhe U15. I kënaqur me përfaqësimin? Me thënë drejtën, ky është një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Te kjo pjesëmarrje që kena kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë e cila është shumë e mirë edhe premton shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj. Për klubi futbollit Shkodra ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat dhe patjetër që vazhdimësia do të jetë e tillë edhe në sezonin e ardhshëm. Realisht që nuk është rasti, kjo është një punë në bamë të sa vite, edhe normalisht kur punon shfaqet edhe rezultati, por kjo akademi ka dhënë prova dhe do të japim përsëri prova që do të jetë një akademi e mirëfillt në Shkodër për formimin e sportistave, për zhvillimin edhe për edukimin. Këto rezultate janë arritur edhe me kolegit tuaj që e keni këtu pranë? Gjithashtu edhe kolegët kanë bërë punë të jashtëzakonshme, ajo që është më e rëndësishme në akademinë tonë, edhe gjithë stafi, trajnerët jena një, domethënë nuk ka rëndësi kush e ka Rudi, kush e ka, është shumë e rëndësishme që trajnerët që kena staf janë gjithë për një qëllim dhe për një punë. Në këtë turne kush ishin kolegët tuaj më të afërt? Samir Goga ishte, i cili u shfaqë me ekipin e tij kampion te kjo kampionat, te kjo kupë domethënë. Edhe ka luajtur me Vaznin, luajti finale me Djemnin edhe doli kampion. Pasqysh është një grup futbollistësh që duket se janë të talentuar dhe sipas opinionit, e ardhmja e tyre është e sigurt. Akademia jone, na gjithmonë kena menduar që në klubin Shkodra punat fillojnë gjë nga mosha vogël, që ta kena një vazhdimsi më të rregullt, më të pastër edhe në punën. Ekipi U9 te klubi futbollit Shkodra është një grup moshë e cila premton shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu unë dëshiroj që këtë grup moshë ta moj vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas një punë me Curi du të moj disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që e kam kalu të U18, U19, të shënë brez i ri që mas shumë viteve do dalin shumë shpejt në nivelin më të lojt në Shqipëni. Rudi Piranici, faleminderit për intervistën dhe sukses në klubin Shkodra.